jam përtheth për paketën e maleve dhe po mendoja që çfarë kanë me paketën e maleve ata që e kundërshtojnë, madje kërkojnë edhe anullimin e saj. Dhe nuk jam i vetëdijshëm se sa të informuar janë ata që malet i shohin nga qyteti apo që këto ligjet, vendimet i kanë me dëgjuar për faktin që në një pjesë të territorit tonë, në disa zona të Shqipërisë, ka një problem me faktin që njerëzit nuk e kanë njohur ligjin e ndarjes tokës në fillim të vitit 90, ligjin 7501, i cili nuk është pranuar për arsye se në vend se të pranohet ajo ndarje proporcionale sipas ligjit asaj kohe, është rënë dakord mes veti, mes banorëve, mes komuniteteve, që ndarja e tokës të bëhet në bazë të trashëgimisë dhe aty ku kanë qenë kufit e vjetër. Por ka një problem. Duke mos e pas pranuar 7501, nuk e regjistrojnë dot tokën. Duke mos e regjistruar dot tokën, mund të ushtrojnë aktivitete në atë tokë, por nuk mund të kenë asnjë lloj të drejte nga të drejtat që jepen me ligj për ta zhvilluar tokën, sepse nuk janë pronar me një titull pronësie. Pra, në letra nuk ekzistojnë. Në realitet janë atje. Dhe kështu nuk zhvillojnë dot një ekonomi të vogël bujqësore, elektorale, nuk bëjnë dot asgjë përveçse me të ardhurat e tyre. Dhe edhe atë në një situatë ilegaliteti, sepse nuk marrin dot leje ndërtimi. Këtë gjë e kemi hasur në mënyrë të vazhdueshme, kemi bërë shumë përpjekje gjatë viteve, sepse është një stres reale e një realiteti që është jashtë realitetit që mbulon ligji. Dhe jemi përpjekur të adresojmë me një ndërhyrje tjetër në të ashtu quajturin ligj të ri 2020, por edhe aty nuk ja kemi dalë që gjëja të shkojë në mënyrë të thjeshtë, të shpejtë, sepse ka shumë mekanizma që na kanë penguar ta bëjmë të gjë. Atëherë, këtu lind paketa e maleve. Janë pafund ata të cilët e kanë tani më të qartë që malet, që territoret e zonave rurale që janë larg qendrave të zhvillimit, janë një potencial jashtëzakonshëm për ekonominë familjare, qoftë dhe duke hapur derën e një shtëpie të braktisur pas një rindërtimi thjesht për të bërë një bujtinë. Dhe për ta është mundësia që me paketën e maleve ta bëjnë realitet këtë gjë. Në të kundërt do duhet rrinë në këtë gjendje në limbo, në pezu, midis një ligji që nuk e njohin, sepse ndërkohë pronën e kanë ndarë me zakon dhe nuk kanë konflikte. Një ligji 2020 që është i komplikuar sepse kërkon dakordësira nga më të
ndërlikuara të shumë njerëzve, dhe ata shumë njerëz është shumë e vështirë edhe të gjenden dhe të bëhen bashkë, sepse nuk janë aty të gjithë, disa janë aty, disa janë në Europë, disa janë në Amerikë. Kështu që me këtë paket, secili që do të zhvilloj pronën e tij, pronën e trashëguar të tij. Pra këtu nuk jemi në kushtet kur po shiten malet. Se dhe kjo e shitjes është një histori në vete, por nuk është për këtë shitje në kjo bisedë. Këtu jemi në kushtet kur malet po hapen për ata që në male kanë trashëguar një pronë. Okay? Këtu jemi në kushtet kur njerëz të cilët kanë një pemtore, të cilën e mirëmbajnë prej vitesh, dhe për të cilën kanë pamundësi që të kenë letrat pikërisht për arsyet që thash, mund të pajisen me një leje për të bërë një agropërpunim.